Jo, çdo gjë ka shku shumë mirë, edhe deri me tash në orën 15 e morëm të dhënat e votuesve sa kanë dalë, janë 3946 votues që kanë kryer obligimin e tyre qytetar. Krahasuar me vitin e kaluar është me jot apo me jo? Është pak nështëta me jot, se aty është. Nuk ka diferencë shumë të mëdha. Jo, nuk kemi shqetësime. Ka disa raste që nuk po e gjejnë në vendvotimin këtu, po janë në shkolla tjera ose në komuna tjera. Edhe na po sqarojmë arsyeën pse kanë ndodhur këtu dhe ata po e kuptojnë gjendjen, kështu që mbetet ata herën tjetër të jenë më të kujdesshëm edhe të saktsojnë në vendvotimet e tyre. Jo, deri më mjaftueshëm, deri më tash askush nuk s'ka paraqitur ankesë që ka probleme me këtë. Vallajnë mirë ka shru procesi, porcit hina votova, shumë qetë. A i ka pa ko dhe kësi një farë provokime, edhin për ty në farë, edhin partive tjera, po që me botash. Unë për shembull jam dole dhe publik, a i e din ketë për kam votoje për ketë, atë kështu. Vallajnë jo, se pa të mështirë, se e ka qitë këtë qëzej ato veç e këshërëm ato ku edhe drej shumë. Kështu veç ka shku mirë. A i dijet ku shfiton, veç s'po fullim hetë se tani. Jo, shumë letë, shumë mirë. Së është hera para dhe për herë tretë që po votoj këtu në Shkosovë. Me gjithë se për Prishtinës ka ardhë, tash banaj këtu. Votojnë gjithë në qëtë qendër? Po, qëtë qendër votoj gjithë. Çka pritni për këtyne zgjedhjeve keni me? Po presu ma mirë për rinin, për gjithë njerëzit që jetojmë këtu. Po presu ma mirë, dishka.